Në pedonalin e qytetit të Korçës është të çelur një ekspozitë unike që sjell për herë të parë për publikun instrumente, fotografi, kostume dhe dokumente të rralla që lidhen me historinë e bandave muzikore dhe instrumenteve të frymës në qytetin e serenatave. Kuratori i ekspozitës, Ermal Sela, u shpreh se qëllimi i këtij aktiviteti është të afrojë publikun me trashëgimi muzikore të qytetit, duke e njohur më nga afër me instrumentet dhe historinë e formacioneve të bandave që kanë lënë gjurmë në traditën kulturore shqiptare. Ne kemi ekspozuar disa instrumenta të bandave frymore, siç janë bastuba, trompa, tromboni, flauti, oboja, të cilat janë pjesë e formacionit të bandës frymore. Të gjithë këto instrumenta vijnë për herë të parë. Kemi edhe disa ekzemplarë të disa instrumentave të tunxhit, të cilët nuk përdoren më për shkak vetë zhvillimit të teknologjisë dhe për komoditetin e instrumentistëve. Por kjo ofrohet për publikun për të kuptuar dhe për të njohur me formacionin e instrumenteve të tunxhit. Kjo ekspozitë sjell për herë të parë për publikun edhe kostumin e skenës së krijuesit të operës shqiptare, si dhe elementë të tjerë nga formacione të ndryshme muzikore që kanë ndikuar në zhvillimin e muzikës qytetare Mihal Ciko. Është kostumi i Mihal Cikos, i cili del për herë të parë në një ekspozitë, e ka dhuruar për vjetorin e tij vetë Zhani Ciko, Qendrës së Artit dhe Kulturës, dhe kemi nderin shumë të madh ta nxjerrim sot për herë të parë në këtë ekspozitë interesante për t'u njohur me qytetarët e Korçës. Një nga pjesët më të veçanta të ekspozitës është klarineta e mjeshtrit Nevruz Nuri, simboli i brezave të muzikantëve korçar që kanë mbetur në kujtesën e publikut. Ekspozita mbetet e hapur, duke i dhënë mundësi qytetarëve të Korçës si dhe vizitorëve të njihen me një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë muzikore shqiptare.